Florian Binaj shpërthen ndaj Big Brother në VIP, një format i degeneruar që lavdëron ignorancën dhe dhunën. Aktori dhe moderatori i njohur i humorit, Florian Binaj, ka reaguar ashpër në rrjetet sociale pas skandalit më të fundit që tronditi edicionin e 4 të Big Brother në VIP Albania. Përmes një postimi në profilin e tij, Binaj ka akuzuar drejt për drejt produksionin e spektaklit se ka ndërtuar një format që promovon antivlera, dhunë dhe ignorancë, në vend që të sjellë përmbajtje me cilësi për publikun. Ata mezi e kanë pritur një skandal të tillë për të rritur shikueshmërinë, shkruan ai, duke ju referuar ngjarjes së një nate më parë në shtëpinë e BBV, ku u përfshin fizikisht 2 banorë dhe ku njëri prej tyre u përjashtua me zarfin e zi. Aktori thekson se kjo nuk është rastësi, por pjesë e një strategjie për të gjeneruar klikime në audiencë me çdo kusht. Produksioni, sado që na qenë kërka distancuar nga ajo që ndodhi, ka muaj që mezi pret që diçka e tillë të ndodh për t'i rritur shikueshmërinë një formati të degeneruar prej kohësh, shton ai, duke e quajtur ironikisht programin Big Brother në GJYS VIP. Sipas Binajt, zarfi i zi është kthyer nga ndëshkim në bonus, dhe ky është vetëm një shembull i mënyrës se si spektakli nuk mëton të edukojë, por të komercializojë edhe dhunën dhe skandalin. Kur nuk je i zotit të prodhosh vlera, ose do konsumosh vlerat e të tjerëve, ose do prodhosh antivlera, thot ai, duke shprehur zhgënjimin që një televizion kombëtar si Top Channel, i cili dikur ishte fole për talente dhe promovim të vlerave, është kthyer në një streh për shfaqjen e boshllokut dhe paaftësisë.